10 vjetori i Metropol Center pafrohet dhe rrugëtimi i tij gjatë këtyre viteve ka qenë me suksese, por edhe vështirësi. Metropol Center vazhdon të jetë qendra kryesore tregtare multifunksionale e pozicionuar në qendër të qytetit të Lushnjës. Bizneset që janë pjesë e qendrës Metropol tregojnë eksperiencat e tyre si dhe momentin e vështirë kur u përballen me zjarrin që u shkaktoi dëme të konsiderueshme ekonomike, por me rikonstruktimin e Metropol ata u rikthyen përsëri me bizneset e tyre. Që kur jeni bërë pjesë e kësaj qendre tregtare? Ne jemi bërë pjesë e kësaj qendre tregtare që momentet e para që kjo është hapur. Si ka ndryshuar biznesi juaj që kur jeni bërë pjesë e kësaj qendre? Gjërat kanë vajtur për mirë, për mbar, jemi shumë herë më mirë se në momentet e para 10 viteve në evolim të bizneseve tona, por të efekteve negative të themi që shterimi i popullsisë. Çfarë kujtoni nga dita parë e hapjes suaj? Kishte një preferencë të gjithë komunitetit të rrethit Lushnjës dhe zonave përreth, dhe nga i momentet dhe sot klientët kanë qenë korrekt dhe ne ndaj tyre që i kemi ofruar çmime dhe cilësinë e duhur. Cilat janë sfidat më të mëdha që keni kaluar si biznes brenda qendrës dhe si keni kapërcyer ato? Përkujtimi më i keq është 25 dhjetori i 2023-shit, i cili qendra psoi një dëmtim. Por fal Zotit u patëm dëme në njerëz dhe me bashkëpunim me stafin drejtues të qendrës, e rihapëm edhe vum prapë në eficiencë.